Para që ne do të bëjmë është mos me bë asgjë që kanë bërë këta në kuptim të këtë qeverisjes, pastaj 0% të VSH për energjinë elektrike edhe për një periudhë tjetër shtesë. Sa i përket pjesës që lidhet me atë se si do të veprojmë ne për me largu Kosovën nga gjendja e varfërisë apo nga gjendja e rëndë ekonomike që është, e para që ne do të bëjmë është mos me bë asgjë që kanë bërë këta në kuptim të këtë qeverisjes qoftë me resurset publike, qoftë me pengesat që i kanë bërë zhvillimet ekonomik nga sektori privat. Janë 3 pjesë ku duhet të intervenohet. E para është afatshkurt, për shkak që është cenu dinjiteti qytetarit e vendit, do me thonë duke u ballafaqu në bazat rregullta, tani me inflacionin më të lartë në Evropë, ne konsiderojmë që është cenu mirëqenia e qytetarit e vendit dhe duhet me kthy dinjitetin duke vepruar me masa konkrete. E para ajo që është më e ndihshmja, domethënë te çështja e energjisë elektrike, një moratorium 3 vjeçar për rritjen e çmimeve të energjisë elektrike, pastaj 0% të VSH për energjinë elektrike edhe për një periudhë tjetër shtesë, 0% të VSH për gjitha produktet bazë, 2 fishim të pensioneve, koeficient 150 për pagat në sektorin publik, e pastaj edhe masat e tjera varsisht edhe nga tani kriza që është. Domethënë ne kemi propozuar ka rezolutë parlamentare për përgjysmimin e akcizës dhe uljen e TVSH-s për një periudhë të përkohshme në mënyrë që të mos ndikohen domethënë qytetarët, mos ndikohen bujqit, mos ndikohen prodhuesit, mirë po kjo ka hasën e vesh të shordhur, vetëm se ka ardhur si propozim nga opozita dhe tani më një pjesë e madhe kompanive, një pjesë e madhe qytetarëve kanë probleme bazike me përballu shpenzimet mujore. Pjesa e dytë e intervenimeve janë afatmesme dhe afatgjata, dhe këto lidhen me infrastrukturën, apo me atë që ne e quajmë ripërtrirja infrastrukturore e vendit. Kur tham infrastrukturë, mos ta marrim vetëm pjesën e rrugëve. Jam duke folur për infrastrukturën e shëndetësi, për infrastrukturën e arsim, për infrastrukturën e digitalizim, për infrastrukturën e industri, e kështu me radhë.